E qyqja që na gjeti qardën të korak shumore, a? Nuk jap do shpjegim unë kësaj që po ndodh. Shikoni pak, vajta bleva lule shtryde sot. Po shikoni sa të bukra janë, more, 2500 lek kjo kuti e vogël këtu. Nejse, po thash, me qënë se ta nishe destina të ham na një lule shtryde, thash, do t'i argjoj, do t'i hedh, por 2500 lek, kënaqja njën me lule shtryde. Edhe ashtu bëra unë. Edhe thash njerë dalë të ndjej aromën në fillim fare. Bëj të ndjej aromën unë hiq. Po hiq aroma që. Po thash hajde. Hajde se mase s'ndjehet aroma, mase se kanë ajtë të theksuar aromën, thash. Se do jenë të reja, dhe nuk janë pjekur tamam. Me gjithse këto duket pjekura, po justifikoja veten, unë thash, do ha të provoj shijen. I mora unë për t'i provuar që tha tju. Ha të parën, hiq, shije. Ha të dytën, hiq. Ha të tretën, hiq. Pastaj thash, mene mos t'i hafare se unë prap nuk shijoj gjë, thash. Qëkur e elastik, more. Përse këshu? Qarë bëhet me ne këshu, e? Gjithë farë toka është në Shqipëria, koha e ngrot, mund të prodhojmë neve të freskëta? Jo, e bëjmë prodhimi me shpejtësi ose e marim jashtetit gaqë. Kuptojt, kur e bëjmë me shpejtësi, edhim në një qik hormon që të rriten shpejtëse, jemi shtuar dhe si popullsione. Edhe duke qenë se jemi shtuar, duen sa më shumë prodhime ushqimore, edhe të ham të ngopemi, po se qarë ham nuk i dihet ajo. Po mos harroni, si thot ajo Blerina Bomba, ne jemi çfarë ham. Ashtu dhe, duke qenë se ham në këto ushqimet e mbushura me hormone, edhe ne jemi të hormonizuar tani, edhe jemi bërë, i ka se ambur tymu në rëty me kalofshimir, edhe mos harroni të ndiqni videot e mia në Komedi nga Larg për më shumë humor. Kalofshi bukur!